Kristian Aslani ka shënuar gol për Interin në ndeshjen kundër Veronës. Për fatin e mirë, ky gol ka vlerëtur sa për 3 pikë për Zikaltrit, që fituan vetëm në shifrat 1-0 ndaj kundërshtarit të tyre, por një fitore që mjafton për të mbajtur ata ende në lojë për titullin kampion në Serie A, teksa tani rediten 3 pikë mbrapa Napolit. Nga minuta e parë, luajti dje Kristian Aslani, që jo vetëm ndihmoi ekipin e tij për të shpresuar deri në fund të titullit kampion, por njëkohësisht i lejoi ata që të pushojnë para ndeshjes me Barcelonën. Në një Inter dje që luajti me ekipin e dytë, Aslani dalloi mbi të gjithë dhe jo më kot u vlerësua me çmimin lojtar i ndeshjes, një trofe që do të thotë shumë për lojtarin shqiptar, që ka kaluar shumë vuajtje, shumë kritika, shpesh edhe të padrejta, ndërsa në një moment kur i besohet, tregon se çfarë është i aftë që të bëjë. Jo vetëm sa i përket golit të shënuar nga penalltia, por në total, ndeshja e Aslanit ishte thjesht mbreslëndse. Te Interi i besuan edhe ekzekutimin e 11 metrëshit, pasi e dinin qartë se çfarë po kalonte mes fushori shqiptar, ndërsa vetë Kristiani kishte personalitetin dhe karakterin që qetësisht dërgonte topin në njëri krah dhe portierin në tjetrin. Një penallti që mund të ndryshojë të ardhmen, shkruan Corriere dello Sport, ndërsa vetë Aslani theksoi se kërkon që të qëndrojë te Interi. Do të doja që të qëndroja te Interi. Unë jam një tifoz i Interit, por nuk dua të jap premtime tani. Kur erdha këtu, erdha sepse e pash veten për shumë vite te Interi, tha Aslani. Megjithatë, Interi ka blerë edhe kartonin e mesfushorit Susic, duke shtuar kështu konkurrencën për Aslanin. E sigurt është se te Interi të gjithë shokët e ekipit e duan shumë Kristian Aslanin dhe e trajtojnë si vëlla të vogël. Kjo është parë në ato pak raste ku shqiptari ka shënuar. Ashtu si edhe dje, ai është rrethuar me shumë dashuri nga shokët e ekipit, ndërsa Arnautovic shkoi për ta përqafuar dhe për t'i dhënë një puthje, kur Aslani po fliste për mediat si lojtari i ndeshjes. Gjithashtu, për herë të parë, të gjithë mediat italiane ishin në të njëjtën mendim se Aslani ka zhvilluar një ndeshje fantastike, ndryshe nga më parë, kur në disa faqe statistikash Aslani dilte si lojtari i ndeshjes, ndërsa për mediat italiane vlerësohej si lojtari më i dobët i ndeshjes.